Procesi gjyqësor në rastin e rezervave shtetërore, ku është e përfshirë edhe ministrja në detyrë Rozeta Hajdari, ka nisur me përplasje të forta mes prokurorisë dhe mbrojtjes, kryesisht rreth çastjes në dokumentet e klasifikuara dhe hapjes së seancave për publikun. Prokurori Razit ka kërkuar që seancat gjyqësore të jenë të hapura për publikun dhe mediat, duke theksuar rëndësinë e transparencës. Duhet të jetë i hapur. Sipas tij, mbyllja e seancës duhet të bëhet vetëm në raste të veçanta kur shqyrtohen pjesë të akt akuzës që përmbajnë informacione sekrete apo gjatë dëshmive të dëshmitarëve anonim. Në anën tjetër, avokati mbrojtës i ministrës Hajdari, Florent Latifaj, e ka kundërshtuar ashpër këtë qëndrim, duke theksuar se dokumentet në fjalë përbëjnë sekret shtetëror dhe nuk mund të shqyrtohen nga personat që nuk posedojnë certifikat sigurie. Tu kemi të bëjmë në shumë raste me sekret shtetëror, e për cilin asnjë nga ne avokatët, asnjë nga bashkëpunëtorët e prokurorit, asnjë nga policët këtues të angazhuar nga ana e prokurorit, nuk kanë pas drejt dhe nuk kanë drejt as sot të kanë qasin ato dokumente. Besoj, ose jam shumë i sigurt, duke të përfshirë ty, sekretar të gjykatës dhe prokurorin në special, për çka kolegu Fej Malaj ka marrë një përgjigje nga institucioni relevant për këtë çështje, siç është AMIK, të cilët kanë theksuar se ne, si mbrojtës, po dhe persona tjerë, të cilët nuk kanë certifikat të sigurisë, për të pasur qasje në informacionet e klasifikuara si sekret, nuk kemi asnjë drejt që as t'i shohim, as t'i prekim ato dokumente. Lidhur me këtë çështje u deklaruan edhe avokatët e tre të akuzuarve të tjerë, Irfan Lipovicës, Hafiz Gares dhe Ritvan Muharremit. Në fond, kryetari i trupit gjykues Avdin Sylla vendosi që këtë çështje të shqyrtohet larg syve të publikut. E mbyll seancën e shqyrtimit gjyqësor të publikut në këtë çështje penale.